Beslidhet do të luajnë ndeshjen e radhës në transfer ndaj ekipit të Luzit, një përballje e rëndësishme për objektivet e skuadrës lezhjane. Për këtë sfidë, presidenca e klubit, me në krye zotin Pjerin Fushaj, ka menduar t'ju vinë në ndihmë tifozëve të zjarrt duke vënë në dispozicion autobusa falas, në mënyrë që mbështetja për skuadrën të jetë sa më e madhe. Nisja do të bëhet ditën e shtunë në orën 10:30 nga sheshi i Bashkisë së Lezhës. Tifozët vlerësojnë maksimalisht nismen e presidencës, e cila gjatë gjithë sezonit ka krijuar kushte optimale për futbollistët dhe stafin tekniko-administrativ, duke treguar se tashmë po mendon edhe për tifozërinë lezhjane. Ndërkohë, seancat stërvitore të Beslidhjes po zhvillohen në Gajush, në fushën e akademisë private të Gjergj Filipit, e marrë me qira nga klubi, ku kushtet konsiderohen shumë të mira dhe të përshtatshme për përgatitjet e ekipit. Skuadra ka treguar një formë të mirë në ndeshjet e fundit, duke ruajtur ritmin dhe ambicien për të qëndruar në pjesën e sipërme të tabelës. Atmosfera brenda grupit paraqitet pozitive, me lojtarë që shfaqen të motivuar dhe të gatshëm për të dhënë maksimumin në fushë. Stafi teknik, me në krye trajnerin Elvis Plori, ka në dispozicion pothuajse të gjithë grupin, me përjashtim të disa mungesave të lehta për shkak dëmtimesh, edhe pse Luzi njeh si skuadrë e vështirë në fushën e vet. Lezhjanët shkojnë me besim dhe synim të qartë për të marrë një rezultat pozitiv. Në fakt, pritet që 10 tifozë të udhtojnë drejt Luzit për të mbështetur ekipin, duke krijuar një atmosferë motivuese në transfert, teksa dhe lezhjanët nga natyre shpresojnë që kjo mbështetje e gjerë të shoqërohet me një fitore tjetër të Beslidhjes.